Generali amerikan Anthony Tata ishte komandant I cili në vitin 2001 udhëhoqi operacionin për tërheqjen e shpjestarëve të ushtrisë shqirimtare kombëtare nga Raqina e Shkupit. Në bisedën për mjen ai sqaron se shqetësimi më I madh ishte kërcënimi I UÇK-s se përderisa ballafaqohen me disfat në Raqinë, do të fillojnë me sulme në rrugët e Shkupit. Ata filluan që të kërcënohen me sulme ndaj kryeqytetit, duke thënë se ajo do të jetë një lloj tet ofensiv e ngjashme me atë në Vietnam. Presidenti I Maqedonisë na ulu që të hyjmë në Raqinë, me çka unë mora komand nga generali Larston, komandanti suprem I NATO-s. Brenda kishte skenë klasike ushtarake me ndërtesa të rënuara, raketa të vendosura në tokë si pikat, kafshë të ngordhura, guerilas të plagosur. Unë hyra me kamion, autobus dhe me ekipe mjekësore. Kërkuam nga guerilasi që të rreshton, u takova me komandantin e tyre Hoxha, një njeri ulët me mjekër. E drejtova gishtin ka ai, I thash se nuk kam autorizim që t'i çarmatos njerëzit e tij, por do duhet patjetër që t'i zbrazin armët para se të hipin në makinat e mia. I thash që t'i urdhëroj njerëzve të tij të vijnë në komandën time, deklaron Tata.